Ibrahimi e ka dashur shumë djalin e vet, po edhe kur është largue, është përmallu shumë. Allah subhanahu wa taala këto ndjenja ishe mirë, këti din në hollësi. Edhe ka dashur që Ibrahimit alayhis salam t'i jep një mësim. I thot, i vjen në ëndër se djalin e vet Ismailin duhet me therr. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Vjen në ëndër, duhet realizohet. Edhe shkon i thot djalit vet, ai ka qenë ende i ri. I thot, unë po të shoh në ëndër se duhet me therr. Ai ka kuptuar se ëndra është shpallje. Babën e disa pejgamber. Në fakt po, dhe ai pejgamber, më ndoshta në çat kohë nuk është ka qenë i ri atë. i ri, po. Edhe tash, edhe ai para mendon këtë situatë, i thot babës vet në mënyrë përkthelse, si thonë te na o babuç. Ai kthehet o babuç, po bën çfarë po urdhrohesh, unë do të bëj durim, do të jem durimtar. Edhe e kanë caktuar një vend ku do ta bëjnë atë therrjen. Mirë, po kur arrin te vendi, edhe shtrihen Ismailin, edhe e merr thikën ta pret. Allah subhanahu wa taala thot Ibrahim, ndalu, prit, ti me vërtet e realizove urdhën. Allah subhanahu wa taala e dërgon Xhibrilin alayhis salam me një dash të majm, i thot jam baje fëmijën gëzoje që kurban do të presish një dash. Pra këtu ishte qëllimi se Ibrahim, Allah subhanahu wa taala don ta bën një përmirësim, një therrje të zemrës e tij. Ajo dashuria e tepërt. Unë jam Allah, ti je Khalilullah, kjo është djali jot. Apo Do të më dallo. çat dashuri të tepërt, ta përmirësojmë dhe ti vazhdo. Po, edhe ka plotësuar domethënë atë. Edukimi i Allahut është kështu.